Skandal në Përputhen. Lajert Vasili përjashtohet pas një veprimi që tronditi studion. Një ngjarje e papritur dhe tepër e tensionuar ka tronditur formatin e njohur Përputhen, duke sjellë largimin e menjëhershëm të Lajert Vasilit nga paneli i opinionistëve. Ajo që nisi si një ditë e zakonshme xhirimesh, u shndërrua brenda pak sekondash në një moment shoku dhe sikleti për të gjithë të pranishmit. Sipas burimeve që disponojmë gjatë regjistrimeve në studio, Vasili ka kryer një veprim krejtësisht të papritur. Ai ka puthur në buzë një prej vajzave konkurrente, pa paralajmërim dhe pa pëlqimin e saj. Nuk bëhej fjalë për një lidhje, flirt apo moment të dakordsuar, por për një gest spontan që la të shtangur publikun, stafin dhe vetë vajzën e përfshirë. Atmosfera në studio ndryshoi menjëherë. Heshtje, tension dhe reagime të forta pasuan momentin e papërshtatshëm, ndërsa vajza u shfaqet tronditur dhe sikletosur nga situata. Produksioni reagoi menjëherë, duke ndërhyrë për të ndalur situatën dhe për të marrë masa drastike. Pas këtij incidenti, drejtuesit e programit e konsideruan veprimin si shkelje të rëndë të etikës dhe rregullave të formatit. Si pasojë, u mor vendimi për largimin e Lajert Vasilit nga Përputhen, një vendim që sipas burimeve është përfundimtar dhe pa kthim pas. Deri më tani, as vet Vasili dhe as produksioni nuk kanë dhënë një reagim zyrtar publik. Heshtja ka shtuar edhe më shumë misterin dhe kurreshtjen rreth kësaj ngjarjeje, ndërsa publiku pret me padurim të mësojë nëse incidenti do të trajtohet hapur apo do të kalojë në heshtjen e episodet e ardhshme. Një moment i vetëm, një veprim i pakontrolluar dhe një karrierë televizive e vënë në pikpyetje. Faleminderit që qëndruat me ne deri në fund të videos. Mendimi juaj ka rëndësi, ndaj na tregoni në komente çfarë mendoni për këtë situatë dhe kush sipas jush po thot të vërtetën. Mos harroni të abonoheni, ta pëlqeni dhe ta shpërndani me miqtë tuaj që kjo histori të shkojë sa më larg. Mbështetja juaj na motivon të sjellim për ju përdit përmbajtje edhe më interesante. Faleminderit që jeni pjesë e kanalit ton.